Pse mendon ti që duhet këtë shkuar? Në gjykimin tim jemi në bazë vizitës së Nikita Ushovit në Shqipëri. Dakor, dhe? Dhe vizita e Nikita Ushovit ka qenë një dhimbje koke për Enver Hoxhën, sepse në fakt ai ka qenë i shqetësuar për mbjetesën e tij. Dhe kam përshtypjen që e gjithë shiko Teme Seko ishte një njeri besuar i Enver Hoxhës. Pavarësisht dhe i Mehmet Sheut ka qenë njeri shumë i besuar dhe unë kam përshtypjen që Enver Hoxha e ka pasur si ndërmjetës. Enver Hoxha ka dashur të mbajë një portë të hapur dhe me NATO me një shtet fuqisë Italia. Në fakt, po ta zgjerojmë atë faktologjinë e ndërlidhur me Teme Sekon, me ikjen e tij nga Shqipëria, Hrushchovi u përfshi një polemik me italianët, të cilët po ngrinin baza ushtarake të cilët mund të bombardonin territorin e Traktatit të Varshavës, pra edhe Shqipërinë, duke kërcënuar që ne mund të ngrem atëherë në Shqipëri një sit ngjashme apo jo? Nëse është e vërtetë për fakt. Në atë periudhë ndërtimi i bazës, sepse nuk ishte vetëm baza Pashalimanit, po pra, ishte vetëm bazë, po flas për bazë. Ishte baza e raketave që do të Raven dhe baza e aviacionit që do të fushën e Dukatit. Në fakt ky kërcënim përbënte kjo fuqi ushtarake që do përqendroi përbënte kërcënim për Italinë dhe Greqinë.